Që më në fund qeveria ka vendosur që të ngrej bordin e transparencës për monitorimin e çmimeve të karburanteve, por përse ky vendim një ditë pasi vetë qeveria, ministrat dhe kryeministri deklaroi që rritja deri tani është e moderuar, çfarë ndodhi për një ditë që u ndryshua vendimi, ndoshta presioni i opinionit publik, por çfarë do të ndodh edhe tani që është vendosur bordi? Për këtë do të flasim me zotin Ilizë Pishta, ekspert ekonomist, kontabël. Zoti Ili, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit. Zoti Zepishta, mendoni që do zgjidh diçka bordi i transparencës, sepse nuk e di njëherë si vajti puna, sepse u dërguan kushtetuese bordi, 2 bordet që ishin në kohën e Covidit, dhe çfarë vendosi kushtetuesi atëherë? Po patëm jonë më tepër në Covidit në kohën e nisjes të konfliktit në Ukrainë-Rusi. Atëherë patëm një ngritje shumë të madhe të çmimeve të karburantës. Atëherë detyrohet vendosë një bord, po edhe ai bord që u vendos, nëse kujtojmë të gjithë, kishte goxha pa kënaqësi, më tepër akuza, po themi një lloj presioni shumë të madh ndaj kompanive të cilët merren me tregtinë e karburanteve. Më tepër pagësia, mendoj për sa kohë nuk ka transparencë, patjetër që do ketë pangërësi. Kjo është e padiskutueshme. Ne kemi kërkuar vazhdimisht që vendosja e çmimeve të karburanteve, sidomos ajo pjesa që shteti i takson këto kompani, të jetë pak më transparente, duhet dim se sa vërtet paguhet sa qeveria mbledh të ardhura nga pjesa e tregtisë karburanteve. Sepse ekziston u rritet si gjithmonë këto situata krizash të mëdha që janë edhe globale, nuk janë vetëm në Shqipëri, ekziston një presion shumë i madh mbi kompanitë e hidrokarburave që merren me karburantet, ndoshta në shumë raste ndoshta edhe i padrejtë, për sa kohë nuk ka transparent, ne gjithmonë aludojmë që këto abuzojnë me çmimet, këto po i rrisin çmimet në mënyrë të padrejtë. Perceptimi është që çmimet vendosen me një telefon. Po, jo, këto pastaj çmimi i tregut që është rritur nuk është, me fjalë, nuk mund të reflektojë direkt në rritjen e çmimeve të karburantit i cili udhet në treg, sepse duhet të ketë edhe ato rezervat e veta që po në fakt janë këto rezerva, sepse u fol për rezervat lishme për 60 ditë a 90, kurse tani thanë që 90, po pra duhet të ketë rezerva për 90 ditë, për sa kohë ti vërtet ke zbaton ligjmërinë që ti të kesh rezerva me 90 ditë, atëherë rritja e çmimit duhet të jetë më e moderuar, pa diskutim. Po edhe tani që u futën më herë çmimet në rritje, kryeministri deklaroi që kompanitë kanë rezerva të paktën për 30 ditë. Kjo do të thotë që ndoshta çmimet duhet të ishin rritur mbas 30 ditësh. Kjo faktikisht për sa kohë ne nuk e dim, rritja bëhet në mënyrë graduale, nuk mund rritet nëse sot çmimi i bursës po themi është dyfishuar, ne nuk mund të pretendojmë që ky çmim të reflektohet më një herë në treg. Kështu që rritja e çmimit do të jetë moderuar, sepse rritja e çmimit nuk presupozon vetëm rritjen e çmimit në bursë, presupozon gjithë zinxhirin e taksimit derisa shkon në pikat e karburanteve. Po sot ishte një gjë e mirë, paktën që ne e kemi kërkuar që edhe pak ditë më parë ne thamë që tani kush fiton më shumë nga rritja e çmimeve? Fiton shoqëritë e hidrokarburëve, tregtarët, apo fiton qeveria e cila mbledh më shumë taksa? Po më duket 6-4 raporti. Po, në analizën tonë del që qeveria mbledh më shumë taksa, mbledh më shumë TVSH, mbledh më shumë akcizë, prandaj topi në një farë mënyrë i takon qeverisë që ta rregullojë këtë situatë, duke ndihmuar sadopak në po themi në ballancimin e çmimit, nuk mund të themi në uljen, po themi në ballancimin e çmimit, që vërtet çmimi të jetë sa më i pranueshëm në kuadër që mos preki shtresat ose të ndihmojë një pjesë shumë të mirë të bizneseve, të cilët nëse kjo krizë zgjat, pa diskutim që do kaloj në kriza të thella, ndoshta edhe në falimentime, në dëme të mëdha të ekonomisë. Po fatmirësisht për çudi neve i marrim gjërat brenda me gjërat ndryshojnë brenda ditës, ndryshe u tha para 2 ditësh, ndryshe u tha dje, ndryshe u vendos sot. Ndoshta edhe nga një presion po themi i brendshëm që është në rritje, po ndoshta edhe nga lëvizjet
e gjithë faktorëve edhe rreth nesh, edhe ndërkombëtar. Për shembull, nëse bazohemi qoftë në vendet e afërta kufitare me Shqipërinë, çmimet e karburantit janë shumë të lira, por qoftë bazohemi edhe tek Italia, të cilat po dje mori në rahat. Çfarë është modeli italian që është marrë shumë në referencë dhe shkërkuar sidomos edhe nga opozita? Pavarësisht se këtu dhe Maqedonia deklaroi kryeministri një javë më parë që s'do ketë rritje fare. Po çfarë është modeli italian që mund të ishte adoptuar këtu tek ne? Po, për sa kohë qeveria në gjithë këtë skemë, për sa kohë për shembull qeveria mbledh një shumë të caktuar në varësi të rritjes së çmimeve të karburanteve, normalisht kjo reflektohet në fund fare tek TVSH-ja. TVSH-ja është ajo që reflekton direkt në mbledhjen e të ardhurave të qeverisë në varësi të zhdoganimeve të karburanteve që bëhen. Kështu që kjo ardhur e TVSH-s duhet të rishikohet, duhet të kalkulohet normalisht, edhe duhet të ndikojë që kjo çmim i karburanteve të mund të themi të balancohet në një farë mënyrë. Ti duhet bësh disa kalkulime, ndoshta TVSH-ja është më e vështirë për tu prekur si tatim, po të themi, edhe forma e gjetën siç e gjeti dhe Italia, gjeti një formë që uli aksizën e karburanteve me 25 cent. Italia. Kjo bëri normalisht ulja e karburanteve 25 cent, e cila reflektohet në bashkë me TVSH në çmimin final 30 cent, është një ulje, po themi, goxha e konsiderueshme dhe e vlefshme për përcaktimin e çmimit përfundimtar. Ndërsa ne e ulëm referencën me 20%, më falni, aksizën me 20%, e cila ishte diku ke 40 lek pa TVSH përpara vendimit që mori qeveria sot. Sot u vendosen që aksiza të jetë afërsisht 32 lek. Sa mund ta ul kjo tani ndjesë ju ndërpreva? Me kalkulimet tona them maksimumi i uljes vetëm nga ky veprim është diku ke 10 lek, 11 lek, ul çmimin e karburantit drejt për drejt 10-11 lek. 10 lek kjo, ndonjë domethënë të moderuar mund ta mbaj fakti edhe bordi i transparencës që do të thotë po, bordi i transparencës që ta marrë një vendim, sipas bordi i transparencës. Sipas bordi i transparencës ajo do jetë në vështrim, ka vendosur disa çmime tavan mbi marzhet e fitimit, jo marzhet e fitimit, po e ka vënë në vlerë absolute që shoqëritë e mëdha importuese të hidrokarbureve, ato që janë importit, nuk mund ta kenë marzhin më shumë se 3 lek për litër. Ndërsa gjithë pikat e karburantit të cilët ne furnizojmë, pikat e tregtimit me pakicë, nuk mund ta kenë çmimin më të lartë se 12 lek për litër, fitimin më të lartë se 12 lek për litër. Ne presupozojmë që sot tu është ajo transparenca pastaj, që sa çmime në bursë, sa taksa mbledh, edhe gjithë kjo do të reflektohet në çmimin tregtimi në pikat e karburantit, jo më shumë se 15 lek në litër. Gjithë ky zinxhir i tregtimit nga import. Të koklavitur e bën fakti që janë ja 5-6 taksa, sa janë brenda. Kjo është problemi. Kjo është ajo vështirësia dhe transparenta që ne kërkojmë vazhdimisht. Duhet dali një nga ato shoqëritë të karburantive, ndoshta edhe një përfaqësues të doganave, të cilët vërtet të thonë që sot për sot, sepse çmimi i karburanteve ose taksimi që bëhet i këtyre në dogana vendoset sipas bursës zetore, ka një llogaritje ditore të kalkulimit të këtyre taksave të gjithë. Kështu që duhet patjetër një transparencë, mendojmë që emrin bordi ka marrë edhe bordi i transparencës, jo thjesht të vendos bordi i transparencës në kuptimin që ne kemi monitoruar dhe kemi parë që asnjë nga kompanitë nuk e ka shkelur këto rregulla e vendime të qeverisë që janë vendosur sot, po edhe të shpjegojë qytetarëve që të gjithë interesuar do të themi për efekt të transparencës që vërtet nuk ka abuzime me çmimin e karburanteve në treg. Ne kemi shumë taksa, prandaj kemi këtë çmim shumë të lartë se shumë vende të rajonit. Sot për sot kemi më të lartë se edhe Italia bilës çmimin e karburantit. Le pastaj me vendet e rajonit, Malizi, Kosovë e Maqedoni. Prandaj është e domosdoshme, unë gjithmonë mbetem që duhet të ekzistojë transparencë për të mos ushtruar, po themi, ose edhe
të mos vënë në presion edhe shoqëritë, kompanitë importuese, ndoshta ata mund të jenë në drejtën e tyre të zhvillimit të aktivitetit në këto kushte të krizës që janë, po edhe qeverisë të jetë vërtet transparente me taksat që i blet qytetarëve, se fundit gjithë këto janë taksat tona, nuk është thjesht taksa që e qeverisë, ato janë lekët e gjithë shqiptarëve, të cilët në një farë mënyrë lidhen ndërmjet, po themi, këtij produkti të karburanteve. Andaj duhet edhe transparenta. Po ku keni më shumë besim tek fakti që institucionet ishin të vërteta në momentin që sapo nisi rritja e çmimeve, pati një aksion në disa qytete në Elbasan dhe një nuk e di ku ishte në Fier, që u proceduan disa pika karburanti për mashtrim, ndërkohë që ajo ndodh shpejt e shpejt. Pra, atëherë ishte realiteti tamam apo është tani? Po jo, këto faktikisht në kohë krizësh, jo vetëm në pjesën e karburanteve, por çdo lloj krize, çdo lloj produkti ka patjetër tregtar abuzues, të cilët duhet t'i nënshtrohen absolutisht ligjit, ndoshta dënohen edhe në formën më të ashpër, sepse ky është një abuzim. Po patjetër që në kohë krizësh ka po themi nga këto lloj spekulant patjetër. Kjo ndodh sot diku në rrjetet sociale, për lexojsha që edhe në Gjermani do ngrihen grupe për të parë vërtet që ka vendosje çmime spekulative në këto kohë të vështira. Andaj gjithmonë është rreziku dhe edhe gjithë organet e qeverisë, gjithë agjencitë, po themi, duke filluar nga agjencitë e hidrokarbureve, doganave, të administratës hetimore, të hetimeve, ndoshta krimit ekonomik, patjetër duhet të jenë në vëmendje, sepse kjo nuk është një situatë e zakonshme. Karburanti është një element, një produkt kryesor, një nga më kryesorët në zhvillimin e ekonomisë në tërësi. Nëse ajo preket dhe spekulohet me këtë, patjetër ajo çon në rrënim në një farë mënyrë ekonominë. Zoti Zepishta, në fakt në fund të fundit, në gjykimin tuaj, po e fut qeveria dorën për ta thënë më shkoqur dorën xhep për këtë krizë, apo vetëm qytetarët, se pavarësisht uljes së aksizës nga 38 rreth 9 sa në 20%, realisht ajo ka rritur të ardhurat nga TVSH-ja, që është rritur nga rritja e çmimit të karburantit. Pra, në një farë mënyrë, qeveria apo po fiton apo thjesht po bën merr këtë edhe ço ande dhe asgjë. Po pra, po sipas mendimit tim, në mënyrë para se të vendoste ky rregull, kjo ulje e cila u vendos sot, mendoj që të ardhurat e qeverisë patjetër ishin më të mëdha, TVSH ishte më e madhe, edhe unë e thash edhe në fillim që përfituesi më i madh nga rritja e çmimit në bursa, patjetër që ishte qeveria, me fjalë. Patjetër që atë përfituesi më i madh në këtë skemë do ishte qeveria. Edhe ajo mori një vendim për ta balancuar deri diku këtë. Ajo i ka mjetet e nevojshme, sepse nuk e uli 20%, me fjalë ajo vendos që ka uli 20%, mund ta ulë edhe 30%. Po këto duhet bëhen edhe disa llogaritje që ato e dinë vërtet sa ndikon realisht rritja e çmimit të karburanteve në mbledhjen e të ardhurave në dogan. Edhe duhet që të paktën duhet të balancojë dhe të mbaj atë marrësh, nëse plani të them ka qenë me shifrat të përafra 1 milion euro, po të themi 1 milion euro, në rritjen e taksave, të rritjen e çmimit, vetëm nga kjo lloj rritje në bursat, ajo mund të kalojë, të ardhurat e qeverisë mund të rriteshin 1,1-1,2 milion euro. Kështu që ajo duhet bëjë për llogaritje që vërtet të uli diçka nga këto elementet përbërës, po themi taksën e qarkullimit ose aksizën ose këto elementet tjerë përbërës të llogaritjes taksimit në dogan të karburanteve, në mënyrë që vërtet ajo mos të preki të ardhurat e veta nga aksiza, po themi edhe nga TVSH janë të paguara në dogan, po të mbaj atë balancën që edhe të ardhurat e saj të mos cënohen, në fakt të ardhurat e shtetit mos cënohen, po edhe në një farë mënyrë edhe qytetarët të mos rëndohen më shumti nga ç'është vetë kriza në tërësi. Sepse çmimi do të rritet patjetër, nëse rritet çmimi në bursa, pa diskutim çdo që të bëj
qeveria nuk mund ta ndaloj, nuk mund ta ulë më tepër se ç'duhet këtë. Po gjithmonë theksoj që transparenca është shumë e nevojshme që edhe qytetarët të dinë edhe të jenë të qetë në një farë mënyrë që ne nuk po vjedhemi në thonjsa as nga shoqëritë e hidrokarbureve, as nga qeveria, po ky është një proces ose një kohë, një afat të cilën ne duhet ta përballojmë gjithë në një farë mënyrë për të qenë biznes në radhë parë, të cilët jo vetëm në rastin e kësaj uljes së aksizës, po qeveria patjetër nëse kjo kriza zgjat që do jetë akoma shumë më rënduese për bizneset, atëherë do të gjej edhe mënyra tjera që sektor të caktuar të ekonomisë, të cilët rëndohen më shumti për efekt të rritjes të çmimeve të karburantit, atëherë patjetër duhet të rimbursoj edhe një pjesë të po themi në humbjeve ose të shpenzimeve që ata kanë thjesht vetëm për efekt të rritjes së karburantit. Do ju pyeste për pjesën e rimbursimit për paketat që janë diskutuar, por të lutem dhe diçka unë nuk kuptoj, sepse ministra thanë që nafta, pra karburanti që merr Shqipëria nuk është se kalon nga ngushtica e Hormuzit. Nuk furnizonemi nga andej, nga ato rrugë që janë bllokuar. Por atëherë pse rritja është një lloj sa nga vendet që janë prekur pra direkt nga furnizimi? Problemi është që nuk është e thënë që se ne naftën neve marrim nga brokrat, brokrat pastaj do e marrin nga direkt nga pusat e Arabisë edhe të Katarit edhe të Iranit dhe Merat Irakut. Kështu që nafta është një çmim burse, nuk ka lidhje që ne, me fjalë, pjesa e çmimit nuk ndikohet nga kush ne furnizohemi. Pastaj ajo që thanë ministrat nuk është se ka merr në një kuptim këtu. Që nuk kalon. Jo, nuk ka. Po, është vërtet që për mua nuk ka kuptim, sepse nuk ka lidhje pjesa e asaj që bëhet luftë edhe neve. Ajo është nëse vërtet ne kishim, po themi, një tubacion gazi që do ta merrshim, ose në rastin e Gjermanisë për shkak që furnizohej dikur nga Rusia ndërmjet Rusisë që ndodhi problematika lufta me Ukrainën dhe edhe Gjermania vërtet kaloi ato kriza shumë të mëdha në kohën e fillimit të luftës edhe edhe pak vite më vonë. Aty e pritet direkt, ndërsa ne nuk furnizohemi, ne furnizohemi nga brokera, kështu që nuk ka lidhje me po themi thjesht me furnizimin nga vendet arabe. Ose ato brokera që ne furnizohemi, kontraktorët vetë ata furnizohen në Irak. Po themi është që çmimi i karburanteve, i hidrokarburëve vendoset në bursë, nuk ka lidhje me kush është dhe kush e blen. Për dalë tek paketa për rimbursimet, paraprakisht nga ministrat është dhënë një ide që mund të jenë pensionistët e shtresat të nevojë ata që mund të përfitojnë. Sa mendoni si mund të variojnë paketat? Mund të jenë copy-paste atyre të mëparshme të Covidit dhe luftës? Së pari dhe së dyti, sepse kjo nuk është se është diçka izoluar, do prek edhe shportën e ushqimeve rritja. Po, është vërtet. Për mua, në fakt, një lloj kompensimi, rimbursimi duhet të shikohet më tepër në ekonominë, në bizneset që mbajnë ekonominë e vendit, përveç pjesës së pensionistëve të cilët nëse ndikohet akoma në rritjen e çmimeve, që besoj që nëse zgjat kjo periudhë, patjetër që do ketë ndikim shumë të madh, do fillojë gjithë zinxhiri. Nëse shqiptarët e kanë harruar, shkoi litri i vajit, bëjë dilla deri kur filloi lufta në Ukrainë, mbi 3500 lekë. Ka ato edhe disa produkte tjera që janë të lidhura me luftën në një farë mënyre. Po, përveç kësaj, unë patjetër jam i mendimit që insistoj që qeveria duhet të marrë paketa edhe për bizneset, sidomos për ato biznese prodhuese që mbajnë gjallë mira vende pune në Shqipëri. Që për të mos humbur ato vende pune, mos të kaluar në kolaps ose po themi në faliment, patjetër duhet gjendur paketa, duhet studiuar, nuk mund të vendosen se nëse i bën një lloj mendimi kështu në treg edhe në treg ose në opinion, një lloj mendimi që do ta bëjmë me këtë, mund të jetë i pastudiuar. Pastaj të nesërmen ndryshon, edhe siç ndodhi rasti që ndryshe u tha para 2 ditëve, ndryshe u vendos sot. Kështu që to patjetër duhet ndidhet
duhet të thuhet që ne po mblidhemi, do të gjejmë mundësit më të mira për të ndihmuar qoftë edhe konsumatorët, ato që janë me të ardhura shumë të ulta, po edhe bizneset të cilët duhet të mendohen që janë bizneset më me risk për zhvillimin e aktivitetit të tyre. Mendoni që do ta mbyllme nga 100 euro si ndoshta radhën e parë për shtresat nevojë dhe pensionistët, apo mund të ketë diçka më shumë? Po nuk mendoj që mund të jetë diçka më shumë, sepse faktikisht nuk kemi akoma në po themi njësoj si në periudhën e krizës, po themi jo Covidit, por në periudhën e krizës luftës Ukrainë me Rusi, që akoma nuk është ajo situatë. Nëse vërtet situata do shkojë deri aty, patjetër që shpërblimet ose kompensimet, rimbursimet për pensionistët edhe për shtresat nevojë, patjetër që mund të shkojnë në këto nivele. Qeveria i ka mundësit, ka ato fondet rezervë në kohë krizash, mund t'i përdori. Deri tani nuk kanë dhënë në një fishek. Po i ruan për ditë të tjera. Akoma është fillimi edhe me shpresën që lufta vërtet nuk do të zgjas shumë, po nëse mendohet që do të zgjas 3-4 muaj, 5 muaj, pastaj që do jetë shumë problematike, do duhet detyroj qeverinë jo vetëm të presë që vërtet kjo ne duhet të presim që lufta do zgjas ose nuk do zgjas, po ajo duhet marrë masat që tani të ketë ato planet e veta 1, 2, 3 plan planifikime në rast se krizash të zgjatura, se çfarë do ndodh me shtresat në nevojë, edhe me bizneset, me punonjësit të cilët rrezikohen vendin e tyre të punës nga krizat të afatgjata. Edhe diçka të fundit kam, sepse ju folët pak më lart edhe jo më kohë ta përmendet edhe vajin që vajte 3500, por edhe skenaret që po pak më lart tekstuaj që nëse zgjat 3-4 muaj situata do jetë ndryshe. Nëse ndodh kjo, që urojmë të mos ndodh, sa parashikoni ndoshta që mund të arrijë edhe çmimi i karburantit, sa mund shkojë në Shqipëri? Po nëse ne çmimin e karburantit 2022 me sa mbaj mend ishte shkoi diku 235-240 lekë, me sa mbaj mend, edhe kjo ishte 240 është fiksuar imazhi. Po e kemi fiksuar diku e tillë 235-240 lekë. Kjo edhe kjo ishte një goditje e madhe. Mendoj që kufiri i cili mund të mbajmë neve, mendoj që kufiri i fundit që ekonomia vërtet pastaj mund të kalojë në kolaps, do jetë diku ke 250 lekë. Ne nuk mund të përballojmë dot një çmim më të madh se 250 lekë karburantin. Është me fjalë fundi, pastaj shumë biznese duhet të falimentojnë, të mbyllin aktivitetin e tyre, mund ta kenë vazhdimin e aktivitetit të papërballueshëm, sepse kjo do shkojë efekt zinxhir, çmimi do rriten shumë, konsumi do të vijojë në rënje, pastaj duhet skenar të tjerë që një ndryrje shumë e fortë së qeverisë për të mbajtur stabilitetin e ekonomisë në vend. Mendoj që nuk do të kemi sezonin përpara, e godet dhe sezonin? Po patjetër që do godas sezonin turistik, sepse kjo kriza nuk do të vijë neve, kjo kriza do të jetë botërore, ne nuk flasim vetëm për krizën në Shqipëri, kjo kriza që do prek të gjithë vendet e tjera të rajonit të Europës, do të kufizojë lëvizjet e njerëzve, patjetër që do prek, pa diskutim do të prek sezonin turistik, pa diskutim. Ndoshta do ketë rritje të biletës, po themi, biletës çmimit të avionëve, numri turistëve të cilët do ketë mundësi ta përballojnë. Për një javë në Korçë, Tiranë-Korçë edhe u rrit çmimi i biletës. Po patjetër, për një javë. Patjetër që kjo, sepse jep efekt zinxhir, do të japi efekt zinxhir, nëse jep efekt zinxhir në po themi vetëm një sektor të vetëm të ekonomisë, patjetër ai sektor që mund të jetë sektori po themi i transportit, patjetër që do të fillojë të japi efekt në zinxhir në të gjithë zinxhirin e ekonomisë. Gjithmonë urojmë që kjo luftë të mbarojë sa më shpejt, që jo vetëm neve, por të gjithë vendet mos të kalojnë në kolaps. Neve jemi vend i vogël me një ekonomi të brisht, të cilët është e vështirë të përballojnë krizat. Iglit, lutem edhe diçka, ata që kanë euro çfarë duhet bëjnë tani? Kjo eros në fakt në disa analiza të tjera që
kemi bërë për euro, unë kam parashikuar që euro nuk do arritë të rritet. Sepse Shqipëri ka akoma shumë informalitet, ka para që futen në mënyra ilegale të ndryshme, po themi para të pista në thonjza gaventrari ilegjitime, vendosja e ligji i ri që doli për paqen fiskale, e cila lejonte shoqëritë të ndryshojnë bilancet e tyre 5 vite të fundit deri në masën 30%, patjetër që do japi mundësi atyre që një pjesë të parave të cilat nuk i kanë në mënyrë legale t'i legalizojnë. Shumë para do të vinë nga rrugë që janë të panjohura, thjesht ato do të deklarohen. Unë mendoj që kjo do të ndikonte akoma më shumë në uljen e euros para fillimit të luftës. Unë kam parashikuar që euro do të ulet, nuk e di tash me ritme me luftën dhe me krizën që mund të jetë përpara, ndoshta çmimi i euros mund të rritet pak, megjithatë Shqipëri ka akoma para që futet në mënyra para, po themi, gaventrari jo legale, e cila nuk do të lejojë që euro të rritet. Më themi euro do të jetë pofiri, do të jetë diku aty ku është sot, ndoshta pak ose shumë pak mund të lëvizë. Dukuruar që asnjë nga skenaret që ne folëm të mos ndodh, po sigurisht duhet jemi të përgatitur për çdo gjë, dhe aq më tepër qeveria, institucionet. Qeveria ajo duhet përgatisë skenaret, e mos zhytjes vendit në krizë të thellë ekonomike. Ajo patjetër duhet të ketë planet e veta, planin 1, 2, 3 ABC. Patjetër ajo duhet të marrë masat e veta, ndoshta jo të presë, po themi thellimin e krizës, ose të presim derisa kriza vërtet fillojë të ndihet, pa ajo duhet të pompojë në një farë mënyre që në fillim, nëse ajo është shef ekonomisë se si po performon. Kështu që pa filluar kriza e thellë, ajo duhet fillojë të ketë të zbatojë patjetër hapat e saj në një pas një, pa pritur që kriza vërtet filloj kriza, po duhet të ndërhyjë menjëherë që me shenjat e para të fillimit të krizës. Ne akoma nuk e ndjejmë, se ne kemi parë, ndoshta nuk ka akoma atë rritje të theksuar të çmimesh të përballueshme, të papërballueshme, po patjetër duhet të përgatitet qeveria e para, edhe pastaj edhe bizneset, mendoj që edhe ato me tolerancën e tyre me bashkëpuntim pa diskutim, sepse në kohë krizash duhet një lloj ndërgjegjësimi të përballojmë këto situata. Edhe me shpresën që deri në krizën e ardhshme rafineria jon ndoshta duhet të jetë gati. Apo vëmë shumë se të thënë që pas luftës në Ukrainë për 2 vite do të jetë gati, 2-3 vite, po. Kemi diskutuar edhe pjesën e rafinerisë, ne jemi të çuditshëm, nuk mendoj që ne jemi një vend që duhet të njihnim shumë kriza, fatkeqësisht nga politikat qeverisë në shumë raste ne nuk jemi dakord. Kanë treguar që ne fatkeqësisht mund të përfshihemi në kriza, ne nuk mund të ne ishim vetëm që do ta ndjeshim të fundit të krizën si Shqipëria, edhe për fakt shumë resurse natyrore që kemi, për pozitën gjeografike që kemi, për njerëzit që janë këtu, ne do të ishim të fundit që duhet ta njihshim krizat. Normalisht Shqipëria i ka absolutisht që të gjitha, ndoshta asnjë në vend rreth nesh nuk i ka ato që ka Shqipëria, pavarësisht politikat e qeverisë që nga, po themi, s'po llogarisimi në 1990, se para 1990 isha ai sistem si ishte, por që nga 1990 nuk kanë menduar një politikë zhvillimi vërtet ta bëjnë Shqipërinë një vend ekonomik të fuqishëm deri diku, po themi, edhe të pavarur nga krizat. Zoti Zepishta, të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit.